Mjeku më i vjetër në botë tregon 4 sekrete të rëndësishme për të jetuar deri në 100 vjeç. Doktori 104 vjeçar japonez Shigeaki Hinohara jep disa këshilla mbi atë se si të jetojmë shëndetshëm dhe të shijojmë çdo ditë jetës sonë. Hinohara lindi në vitin 1911, është autori 150 librave, përfshirë këtu edhe bestseller. Në këtë video do paraqesim copëzat më të vlefshme të këshillave të doktorit Hinohara, të cilat do na ndihmojnë të jetojmë më të lumtur, shëndetshëm dhe më gjatë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përdorni shkallë dhe gjithmonë mbajini vetë gjërat tuaja. Kjo është diçka shumë serioze për doktor Hinohara. Ajo akoma përdorte shkallët njëkohësisht edhe mbante gjërat e tij ndërsa ngjiste shkallët. Kjo teknikë e mban atë më aktiv dhe gjithashtu edhe përmirësoi jetëgjatësinë e tij. Mos beso në çdo gjë që doktori të rekomandon ose thot. Eksploro, lexo dhe eduko veten. Mos besoni në çdo gjë që doktori ju thot. Mundohuni të njihni më shumë veten tuaj për të marrë gjëra që ju përshtaten më shumë. Ndaj me të tjerët çfarë di. Hinohara jep 150 leksione gjatë një viti. Zakonisht ndan leksione mbi luftën, paqen dhe gjithashtu jetëgjatësinë. Nuk duhet të dorëzoheni kurrë ndaj sfidave. Nëse e doni punën që bëni, nuk duhet të dorëzoheni, por vetëm të përmirësoni atë që po bëni. Planifikoni gjërat tuaja më përpara. Nëse dëshironi të shijoni jetën tuaj më mirë, duhet të keni një program të ngjeshur në mbushjen e me takime me punë të tjera. Doktor Hinohara planifikoi edhe praninë në lojrat olimpike të Tokios të 2020-s. Mos lejoni që të kaloni në obezitet. Hinohara konsumonte për mëngjes një lugë vaj ulliri, një gotë me lëng portokalli dhe pak kafe. Për drek, biskota me qumësht dhe oriz, ndërsa për darkë, peshk dhe zarzavate. Konsumoni 2 herë në javë të paktën 100 gram mish pa djam. Energjia nuk vjen nga të fjeturit mjaftueshëm, por nga të ngrënit mirë, vjen nga të ndjerit këndshëm. Do jeni më të lumtur dhe energjik nëse eliminoni rregullisht dietat strikte kronike, por bëni gjëra që ju argëtojnë më shumë, hani dhe pini gjëra që ju shijojnë, vetëm duhet i konsumoni ato më të shëndetshmet. Është mirë të jetosh gjatë. Ai vazhdoi të shërbej komunitetit, punonte vullnetar për 18 orë në ditë, për 7 ditë të javës dhe shijonte çdo ditë të jetës së tij. Gjeni një model që ju përshtatet më shumë. Doktori shpesh u pyet se si të bëj edhe jetën e tij më pak problematike. Ai gjeti modelin që i përshtatej dhe gjithashtu e zbatonte atë me përpikmëri. Mos u shqetësoni shumë, jeta është e paparashikueshme dhe plot me incidente. Doktori u rrëmbye nga armata e kuqe komuniste kur ishte 59 vjeç. Kaloi 4 ditë ulur dhe i prangosur në një temperaturë mbi 40 gradë. U habit se si trupi i tij u përshtat edhe me deprivimin. Shkenca nuk mund të ndihmojë ose kurojë vetëm njerëzit. Doktori beson se çdo lloj problemi mund të lehtësohet edhe me anë të librave ose edhe me anën tuaj vizuale dhe liberale. Besohet gjithashtu në origjinën e çdo individi që mund të luajë një rol të madh te jetëgjatësia. Mos u turboni shumë pas parave. Doktori është më së i vetëdijshëm që nuk duhet të ketë çdo gjë në çdo çast. Prandaj përpiquni të shijoni momentet tuaja me miqtë të tuaj dhe me familjen dhe mos u shtyni vetëm mbas parave. Dhimbja është e mistershme. Duhet të bëni diçka argëtuese nëse dëshironi të harroni dhimbjen. Doktori sugjeron se muzika dhe kafshët mund të ndihmojnë për të menaxhuar dhimbjen dhe stresin tuaj. Mundohuni të frymëzoheni nga gjërat e mira. Duhet të gjeni një frymëzim të jetës në mënyrë që të motivoni veten. Doktori pëlqente poezit, gjithashtu të cilat gjente frymëzimin duke u sjell edhe një ndryshim më të mirë në të ardhmen e tij. Ekspertët me NZT ushqyerjes së shëndetshme janë të mendimit se jetëgjatësia nuk varet vetëm nga sasia e kalorive, vitaminave ose proteinave. Ushqyerja e shëndetshme nuk është një praktikë strikte me rregulla që nuk shkelen dhe sasi të sakta të pashmangshme të ushqyerjes. 95% e ushqimit
që duhet të shtoni në dietën tuaj duhet të vijnë nga bimët. Perimet, zarzavatet, drithra dhe bishtajat nuk duhet të mungojnë kurrë në regjimet tuaja ushqimore. Hani më shumë produkte të stinës me një pjesë të tyre që ta të bëni turshi. Barishtet janë ushqimi më i mirë i jetëgjatësisë. Njerëzit që konsumojnë një racion me barishte në ditë kanë më pak gjasa të shëmurë rënd në vitet e ardhshme se ata që nuk konsumojnë barishte. Mishi nuk duhet të konsumohet më shumë se 2 herë në javë. Përpiquni të konsumoni të paktën 5 racione të vogla mishi në muaj. Zgjidhni mish pule, qingje ose deri nga ferma të mira organike. Të gjitha duhet të ushqehen në natyrë. Konsumojeni peshkun të paktën 1 herë në javë. Njerëzit që konsumojnë barishte dhe ushqime bimore duke përfshirë një sasi të vogël peshku në ditë jetojnë më gjatë. Sardele dhe merluci janë zgjedhje shumë të mira sepse nuk janë të ekspozuar ndaj mërkurit ose metaleve të tjera të rënda. Të paktën 3 vezë në javë janë më së të mjaftueshme. Të hani vezë në mëngjes dhe shoqëroni me fruta ose ushqime me bazë bimore ose drithra mund të jenë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve. Gjysmë racioni me fasule duhet të konsumohet të paktën 1 herë të paktën në 2 ditë. Fasulet janë një zgjidhje shumë e mirë e jetëgjatësisë. Ato përbëhen nga 21% proteinë, 77% karbohidrate komplekse dhe pak yndyrë. Janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i fibrave shumë të rëndësishme për tretjen. Për më tepër, 1 gram e fasule do të përmbajë më shumë ushqyes se sa produktet e tjera të gatimit. Zgjidhni në dietën tuaj drithrat e plota, të cilat do t'japin rezultate fantastike për gjendjen tuaj ushqyese. Gruri, thekri, elbi ofrojnë një spektër të gjerë të vlerave ushqyese gjithashtu edhe të fibrave për dietën tuaj të përgjithshme. Gjithashtu, konsumoni sa më pak sheqer. Përpiquni të mos konsumoni më shumë se 4 lugë çaji me sheqer në dietën tuaj. Hani ëmbëlsira të cilat nuk përmbajnë sheqer dhe shmangni ushqimet e përpunuara, të cilat do të ndikojnë në përkeqësimin e gjendjes suaj. 2 grusht arror në ditë janë të mira për jetëgjatësinë. Një studim i Harvardit thotë se ata që hanë arra ose arror jetojnë më gjatë dhe kanë 20% më pak gjasa të sëmurën se ata që nuk i konsumojnë arrorët. Arrat ulin gjithashtu nivelet e kolesterolit deri në 20%. Pini më shumë ujë dhe evitoni pijet e tjera energjike dhe ato me ngjyrues. 7 deri në 8 gota ujë në ditë ju hidratojnë dhe ulin rrezikun e mpiksis së gjakut. Nëse pini ujë, keni më pak etje ndaj pijeve të ëmbla dhe atyre të gazuara. Gjithashtu, pini çaj jeshil. Çaji jeshil ul rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe disa komplikacioneve. Mund të përzjeni çajra të rozmarinës, sherebelës dhe lule radhiqes, ose të konsumoni gjithashtu çaj mali. Të gjitha këto çajra luftojnë inflamacionet. Studime shpjegojnë se pirja e kafes, por në sasi të kufizuar, do të ulë rrezikun e sklerozës dhe Parkinsonit. Kombinoni në mënyrë perfekte proteinën në dietën tuaj. Kombinoni bishtaja, drithrat, arrorët, perimet për të marrë 9 aminoacide esenciale për trupin, të cilat nuk i prodhon dot. Për shembull, ju mund të konsumoni një racion me gjysmën e specave të kuq dhe 3 racione lule lakër të gatuar dhe kështu me radhë. Vlerat që do t'japin organizmin tuaj do të ofrojnë një mbarvajtje më të mirë të shëndetit. Një dietë e mirë është të çelësi për një stil jetese të shëndetshme, por ekspertët pajtohen se ka disa ushqime që mund të jenë të shëndetshme dhe të pasura me lëndë ushqyese edhe që ndihmojnë në organizmin tuaj. Këto janë ushqimet që mjekët dhe nutricionistët këshillojnë çdo ditë për shëndetin e trurit, shëndetin e zemrës, jetëgjatësinë dhe mirëqenien e përgjithshme. Shtoni më shumë zarzavate me gjethe në dietën tuaj. Shtoni frutat e pyllit. Peshku dhe proteinat të tjera pa yndyrna janë të mira për organizmin. Konsumoni më shumë bishtaja si thjerrzat, fasule, qiqra, soja dhe fasulet lima. Konsumoni frutat e thata dhe farat brenda normës lejuar. Sipas Lisa Genova, përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj do të jetë një mundësi për të rritur edhe mirëqenien dhe jetëgjatësinë. Vëmendje.
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.